Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Do të lidhem tani me Aulon Kalaja, gazetar, po ashtu aktivist, një personazh i shumë përfshirë kohët e fundit, teksa kemi parë edhe në rrjetet e tij sociale denoncimet në raport me situatën e zjarreve kryesisht në Krujë. Aulon, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Si pyetja ime parë sigurisht do të shkoj për atë që ti ke ndjekur nga afër dhe që ke qenë shumë aktiv, sikur unë e thash, në rrjetet sociale në raport me situatën e zjarreve në Krujë, ke qenë afër qytetarëve atje, ç'mund të na thuash më shumë në raport me situatën, po edhe me atë se sa u është ardhur në ndihmë këtyre qytetarëve të Krujës, banorëve atje? Po unë edhe tani që po flasim ndodhem në Krujë, isha në terren në lagjen e bazën, ndërkohë që më njoftojnë banorët që vazhdon zjarri në lagjen Bojë të Krujës. Janë disa vatra zjarri të cilat vazhdojnë prej 5 ditësh tani më që të jenë aktive. Pra ai që mendojnë që zjarret në Krujë u shuan, gabon shumë rënd, sepse e din këta banorë se ç'heqin përgjithsisht në orat e vona të natës, për shkak se ndërhyrja nga ajri përfundon rreth orës 20 dhe nis në orën 6 të mëngjesit. Kështu që në momentet që flasim tani është diku të 30 metra afër banesave zjarri në lagjen Bojë të Krujës. Ndërkohë në lagjet e tjera të Krujës zjarri është i shuar, por problem mbetet dhe lagja e bazë. Pra janë 2 lagje të Krujës të cilat janë problematike. Kurora e pishave në Krujë e ka ndarë malin për gjysmë, një gjysmë e malit është mbuluar nga flakët e zjarrit dhe shkrumbuar, pra e gjithë kurora pishave, ndërsa krau djathi malit Krujës kur ngjitesh është në rregull. Ndërkohë zjarri ka zbritur edhe në Halil të Fushkrujës dhe ka djegur lapidarin ku është mbajtur lufta e famshme midis Skënderbeut dhe Osmanëve, por edhe një pjesë të kurorave të tjera, madje aty ka pasur një rrezik potencial sepse është rrezikuar dhe depo e dinamitit, që ka qenë 100 metra nga vendi ku ka rënë zjarri. Ajo ka qenë frikë shumë e madhe. Gjithsesi banorët janë akoma të frikësuar që nga data 8 gusht të shtunën që ka rënë zjarri i parë në Krujë dhe ka qenë zjarri më i fuqishëm, duhet thënë, Kruja nuk ka gjetur paqe dhe sot e kësaj dite në këtë orë që po flasim bashk, vazhdojnë zjarret dhe më problematike, siç u thash, janë orët e natës, sepse ushtria dhe zjarrfiksit janë vetë pa mbështetje nga ajri për shkak se helikopterët e kanë pamundur që të ndërhyjnë në orët e vonat natës. Keni parasysh diçka që nuk po digjet vetëm Kruja, por po digjen edhe qytetet dhe zona tjera të Shqipërisë, që është Lura, Mallakastra apo vende tjera që ju i keni transmetuar, dhe sigurisht që vëmendja nuk është vetëm në Krujë. Megjithatë, unë kam Kur thua nuk është vëmendja vetëm në Krujë, po nënkupton që edhe kontributi i autoriteteve përkatëse nuk është maksimal për Krujën? Po sigurisht sepse është normale që ata të shpërndahen edhe në vende tjera të territorit të Republikës Shqipërisë për të çuar zjarret e tjera. Unë kam pasi komunikim edhe me ministrin e Mbrojtjes ditën e shtunë, kur isha në Krujë, dhe më tha që ka pasur zjarre edhe në Kavaj edhe në vende tjera. Pra, edhe në Librazh, apo jo, mos gaboj. Po, megjithatë duhen thënë disa të vërteta. Bëhet fjalë këtu për zjarrvënie të qëllimshme, të paktën informacionet kanë qenë të tilla? Shikojna, me të thënë drejtën, edhe nga profesioni, si gazetar, unë e kam pamundur që t'ju jap një definicion në raport me çështjen a kanë qenë zjarret qëllimshme apo jo, por pa diskutim që kjo gjë i mbetet në dorë prokurorisë për të hetuar. Ka pasur zëra, po është e vërtetë edhe që ju thoni, ka pasur zëra për zjarrvënie të qëllimshme në qytetin e Krujës për motivet të paqarta, nuk e di, për të hapur toka të reja, dikush thot për të bërë gurore të reja, dikush thot zjarrvënie qëllimshme për të goditur Krujën turizmin, me qenë se është qyteti më i vizituar i Shqipërisë. Unë nuk di të them të këto mbeten në kuadrin e spekulimeve pa pasur një element kryesor penal që do të na vinte nga prokuroria në këtë rast. Gjithsesi, keni parë një arrestim në lagjen e bazës të Krujës, ai zotnia u liru prap. Unë nuk jam i qartë se kush i ka vendosur zjarret. Problemi është që si sillemi ne ndaj zjarrit dhe çfarë masash kemi marrë ne. Si jemi sjell ne ndaj zjarrit dhe si është sjell shteti ndaj kësaj situate, të paktën në këtë zonë ku ti e njeh mirë? Shiko, Kruja është një terren shumë i vështirë, ka një pozitë strategjike të vështirë në raport me
ato që quhen shtigje për të hyrë zjarfikset. Unë kam asistuar vetë ditën e shtunë, ku është vërtet që ka pasur prani zjarfiksesh, por nga ana tjetër ata ishin totalisht pa qartë se ku mund ndërhynin për me shpëtu shtëpiat. Edhe kjo ndoshta edhe pa fajin e tyre për shkak se nuk e njohin terrenin. Unë jam munduar atë natë për me marrë banorët, edhe kam kalu perimetrin e sigurisë për hir të vërtetës, gazetarët nuk janë lejuar, unë jam lejuar që të futem më thellë, aty ku realisht po luftoj me flakët e zjarrit, dhe kam vendosur një komunikim midis banorëve dhe ministrit mbrojtjes edhe komandantit të repartit të zjarfikseve dhe gjithë autoriteteve tjera që kanë qenë aty duke u munduar të fiknin zjarret. Dhe është e vërtetë që ka pasur numër zjarfiksesh, po ishin të paqarta se ku duhet ndërhyrin. Pra, në një moment caktuar për të mbrojtur një shtëpi me një familje me mbiemrin Kau në Krujë, ne kemi futur një zjarfikse, kemi drejtuar në një vend ku nuk kishte rrugë makine, por zorra e zjarfikses është zgjatur diku te 100 metra për me arrit nga të katër anët shtuar e fikjen e zjarrit, sepse kishte vetëm 3 metra afër banesës. Pra unë mendoj që këto janë momente që ne duhet i zgjidhim. Apeli tjetër është edhe për korpusin e vullnetarëve që në Shqipëri nuk ekziston. Sa herë në Europën perëndimore ka zjarre, ka tërmete, ka emergjenca civile që quhen fatkeqësi natyrore, organizohen njerëz sepse shteti e ka të pamundur që të menaxhojë situatën. Jo vetëm për fikjen e zjarreve, por me mbajtje edhe radhët e qytetarëve në rresht. Unë mendoj që këtu futet korpusi vullnetarëve që në Shqipëri nuk ekziston ky koncept. Mendoj që edhe vetë qytetarët duhet të angazhohen për me marrë përsipër diçka në këto raste. E përshëndes një ekip të çunave të Krujës për hir të vërtetës që u mblodh në një mënyrë të çuditshme në lagjen e bazës dhe kanë fik zjarrin. Në një nga vatrat e zjarrit ata kanë fik me dhe, me lopata, me shat apo me mjete tjera rrethanore, kanë qenë diku të 40 çuna të Krujës, ku në një nga vatrat e zjarrit në Abaze ata kanë marrë pjesë vetë. Ky është një solidaritet i jashtëzakonshëm. Krujë është qytet fisnik. Krutanët e kanë menaxhuar në mënyrë të jashtëzakonshme me dinjitet këtë zjarr të rënë, por nga ana tjetër kanë nevojë sigurisht edhe për mbështetjen e shtetit. E kanë patur deri tani mbështetjen e shtetit? Shiko, ata kanë qenë terren dhe unë nuk jam një listë, unë e kam përshëndet të gjithë ne kemi parë që e kanë patur, të paktën ka patur një angazhim maksimal duke zjarfikës që kanë luftuar me flakët edhe në situata apokaliptike, të paktën nga pamjet që ne kemi transmetuar. Ina, ti më njeh mirë dhe unë nuk besoj që jam nga i soi njerëzish ose politikanësh ose gazetarësh quheni si doni që mund të bëj politik me fatkeqësinë e tjera. Unë jam një njerëz që jam artokolanti i zërit qytetarëve dhe absolutisht kam duartrokitur kur janë bërë punë të mira. Unë kam qenë vetë aty personalisht për të parë ngavnimin e forcave zjarfikse dhe të ushtrisë duke luftuar me flakët e zjarrit. Por unë mendoj që ata në shumicën e rasteve janë të tradhtuar sepse nuk kanë pajime, nuk kanë teknologji, nuk kanë mjete të mira. Ne pam se kjo vështirëson punën disi pa. Zjarfikse e Peshinit, gjysmën e ujit e rrëzoi rrugës dhe pjesën tjetër nuk u kthente dot, se Krujë është qytet malor, ka kthesa të forta. E kuptoj. Pra, janë pajisje, janë mjetet cilat kanë dalë jashtë përdorimit. Në Europën perëndimore kanë dalë që në vitet 70 nga loja, ndërkohë në Shqipëri ne i kemi. Mendoj që na duhet investim shumë i fortë tek zjarfikset, tek helikopterët. 3 helikopter kanë funksionuar në Krujë, mendoj që ka pasur mundësi që të çohen më shumë se 6 helikopter, që mos krijojë vakum, ndërkohë që helikopteri hidhte ujë dhe shkonte mbushej në rezervuarin në liçenin e barunëve në Krujë, pra që të zëvendësonin njëra tjetrën. Por edhe 3 helikopter, gjithsesi unë i përshëndes gjithë ata njerëz që janë angazhuar dhe zjarfikset që kanë lënë absolutisht edhe jetën e tyre, duke rrezikuar jetën e tyre për me fik zjarret. Pra i përshëndes gjithë ata që janë angazhuar në këtë histori. Aulon, sa rrezik paraqesin vatrat e zjarrit që momentalisht që flasim janë aktive për qytetarët, për banorët, për shtëpitë që mund të jenë afër tyre? Unë dua të kundërshtoj kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, i cili tha ditën e shtunë se zjarri në Krujë është shuar 100%. Nuk është e vërtetë. Që nga dita shtunë kanë kaluar 5 ditë dhe ne kemi sërish vatra zjarri. Vatra në Barabit, në Abaze, në Lagjen Boje, në Kras të Krujës, në Fushmave, po ashtu pas Kalas Albanopolis, nga ku ne kemi marrë emrin Albania, që një zona e Zgjordheshit në Lil. Pra janë disa zona cilat vazhdojnë që edhe kur fiken zjarrit, keni parasysh që Kruja ka një kuror me ulli, që në kohën e Skënderbeut, kur çiftet e reja martoheshin, kishin për detyrë që të
sjellnin pemë të ullive dhe ju e keni parë që kruja ka shumë ulli. Pikërisht pema e ullirit është shumë e rrezikshme për sa i përket mbajtjes së nxehtësisë. Ajo mund të fiket për momentin, por në një moment caktuar, e këtë e kam biseduar me agronom, ajo mund të reaktivizohet për shkak të nxehtësisë që mban pema nga brenda. Pra ai që thotë që kemi fituar betejat me flakët në Kruj, gabon, sepse në këto momente që ne flasim bashkë, helikopterët janë duke vepruar mbi Kruj në lagjen Boje. Pra tani që po flasim. Apo ditë me shtunë ka rënë zjarri, ndërkohë kanë kaluar 5 ditë dhe vazhdojnë akoma. Unë menoj që zjarr fikse duhet të jenë në gatishmëri, duhet dislokohen në qytetin e Krujës, nuk duhet lëvizin nga Kruja, sepse unë mendoj që do ketë probleme gjatë natës, paktën nga çfarë na kanë thënë terren. Pra ti shikon problem natën në këtë zonë. Sepse ikin helikopterat në natën, nga në orën 8 darkës. Është e kuptueshme se nuk ka një pikë orientimi dhe rrezikojnë përplasje nëse mund të funksiononin edhe gjatë natës. Në rast se ata do vazhdonin punonin dhe natën, sepse kjo do ishte fatale. Pastaj ne duam që zjarri të fiket, po mos rrezikohet asnjë jetë njeriu. Okej, Aulon, shkëputemi pak nga Kruja për momentin. Unë e di që e gjithë fokusi jote është atje, po unë do doja të komentonim pak dhe do doja komentin tënd në raport me atë se çfarë realisht po ndodh në shumë qytete të tjera të vendit, kam fjalën këtu për protestat dhe mund të jetë pasojë e kësaj ose nuk mund të jetë pasojë e kësaj, ne këtë gjë nuk e dim, por ajo çka dim dhe është fakt është se zoti Rama po mban një takim në Vlorë me të gjithë kryebashkiankët e vendit. Si e sheti pikëpari këtë mbledhje të zotit Rama me ta dhe pastaj reagimet e atyre përfaqësuesve të 15 bashkive që rrezikojnë të shkrihen nga reforma territoriale? Zoti Rama ka qenë i shqetësuar nga reagimi i paktën 15 qyteteve në Republikën e Shqipërisë në raport me shkrirjen e bashkive, sepse zoti Rama këtë hap e ka marrë pa konsultuar, nuk ka bërë bisedime as me qytetarët, me kryetarët e bashkive, me komunitetet, me grupet e interesit, me opozitën, por ka pasur një dosje gati dhe një plan konkret dhe të gjithë dëgjesat që janë bërë në territorin e Republikës Shqipërisë, ku unë fatkeqësisht kam qenë pjesë e një prej këtyre dëgjesave në Durrës, ku kam kërkuar që të bëhet bashki Fushkruja, besoj se na kanë përdorur dhe këto nuk kanë qenë dëgjesa, por kanë qenë pseudo dëgjesa, për shkak se këta kanë pas gati hartën e re elektorale, sepse kjo nuk është hartë territoriale, kjo është një hartë elektorale se si për shembull Bashkinë e Kavajës ta fitoi Partia Socialiste. Për shkak se Partia Demokratike tani e drejton, të marrin Rogozhinën, që është një zonë pak më e majt, po themi se sa Kavaja, t'ja bashkangjisim Kavajës dhe kështu të fitojmë Kavajën. Unë mendoj që këto janë llogari. Pse duhet ta shqetësoj zotin Rama një gjë e tillë, meqense ju e klasifikoni hartë elektorale dhe jo territoriale këtë gjën, kur dim që ai ka numrin, mos themi të gjitha bashkitë e vendit? Po të gjitha bashkitë vendit i ka dhe do t'i ketë në raport me këto. Po pse duhet ta shqetësoj pra dhe të jetë kaq i angazhuar për të bërë këto ndryshime rrënjësore, ka një pikë synim tjetër? I angazhuar sepse shiko, në Europën perëndimore kur bëhen reforma të tilla, bëhen që t'i mbjetoj të paktën 100 viteve. Në Shqipëri kjo reformë është bërë para 10 viteve. E para këta duhet kërkojnë falje, herë që kam dështuar me reformën territoriale që u bën vitin 2015. Edhe opozita po ashtu, se bashkë udhëtare me majorancë ka qenë në këtë reformë. Po patjetër. Po opozita atëherë nuk u përfshi fare dhe kjo ka qenë një nga kritikat më të mëdha që u bë Lulzim Bashës atëherë, i cili nuk mori fare pjesë në hartimin e hartës elektorale. Kësaj radhe, Partia Demokratike, ju e dini, ka nxjerrë një plan me 100 bashki. Dhe unë e kam lexuar këtë projekt dhe bashkia gjetë... Po, kërkon të shtimi me 39 bashki të tjera në mos gaboj, po? Po, dhe kjo nuk ndodhi. Jo vetëm që s'ndodhi, po nuk u mbajtën as radhët e 61 bashkive që kishin, po shkoi akoma më keq, duke e çuar vendin me 46 bashki. Pra, unë gjykoj që reagimet që kanë pasur qytetet caktuara, administrata e këtyre bashkive që shkrihen dhe kthehen njësi administrative kanë shqetësuar zotin Rama, djegja në mënyrë flagrante dhe në mënyrë publike tesërave të Partisë Socialiste në qytete shumë të kuqe të Republikës Shqipërisë dhe ai ka përhapur një fjalë, në rast se ju e keni parë, qoftë edhe me Maznikun apo me deputet tjerë, shikoj se ne nuk do ta votojmë tani, po do ju lëm 2 muaj kohë që të flasim edhe deputet caktuar të lobojnë. Është një formë reflektimi kjo e zotit Rama, apo është për momentin një qëndrim që e bën për të shpërqendruar vëmendjen dhe pastaj hajde të veprojmë më vonë?
INAI do të fitoj kohë dhe kjo është një tentativë që ai e ka bërë her pas here në reforma tjera që ka marrë, po kaq të rëndësishme sa kjo, sepse kjo është një reformë shumë e rëndësishme që vjen pas reformës përsa i përket kodit zgjedhor. Pra reformës zgjedhore. Dhe kjo e përcakton reformën zgjedhore. Pra për të kuptuar se çfarë reforme zgjedhore do kemi, duhet kuptojmë se çfarë reforme territoriale kemi. Dhe në momentin që këta e bëjnë në formë të tillë, pa pyetur njëri dhe siç do zoti Rama ta pikturoj Shqipërinë me penelin e tij duke e zhgarravit fare kësaj radhe Shqipërinë, unë mendoj që kjo nuk është një augur i mirë për atë që ne presim. Prisja një përgjigje të fortë të ndërkombëtarëve që nuk e kam parë deri tani, përsa i përket edhe një nga kushteve të Bashkimit Evropian për decentralizimin e pushtetit lokal, sepse ne po hapim kapitujt, apo jo, po në këtë lloj forme, me këtë reformë, ne po i mbyllim kapitujt në kuptimin figurativ që ne po kthehemi shumë brapa. Unë mendoj që zoti Rama kërkon që të fitoj kohë, që t'i zbus këta kryetar bashkisë, duke ju dhënë poste të tjera, në informacionet që kam unë, ai grupin e ngushtë të deputetëve e kanë nxjerrë në terren, pikërisht në këto bashki për të bërë takime personale me kryetarët e bashkive, kryetarët e njësive administrative, kryetarët e këshilleve bashkiak, kryetarët e partive socialiste, të cilët kanë qenë agresiv këto kohë dhe disa prej tyre kanë dhënë ndërheqjen, duke i ushqyer ata me poste të tjera, duke i dhënë premtime atyre që ai të krijojë një lloj paqe që në momentin në muajin tetor të kalojnë në parlament, ai mos të ketë më kokçarje dhe mendoj që e ka shqetësuar ky moment, por mendoj që do ta tej kaloj. Sepse në thelb këto nuk janë kryengritjet sinqerta, pra të jemi realistë. Unë mendoj që këta nuk janë kryengritjet të sinqerta këto të qytetarëve? Jo të qytetarëve, jo, po flas për qytetarët kanë drejtën e Zotit për me kundërshtu ndarjen cilat nuk janë e bashkive, po flas për administratën. Okej, të administratës mund të humb një vend pune. Pra, unë mendoj që do të ishte administrata ka dalë me urdhër të kryetarit të bashkisë, tani të jemi realistës, do t'i hedhim hiri syve qytetarëve. Disa prej kryetarëve të bashkisë për shembull kanë dhënë ndërheqjen, kanë kërkuar ndjesë që kemi kërkuar elektorat për Partinë Socialiste, do të kanë ndjekur tesrat. Megjithatë, këto janë një skemime pastaj se këto janë muhabete. Unë mendoj që qytetarët kanë drejtë që ta bëjnë protestën, ashtu siç kanë drejtë edhe këto bashkitë e tjera që nuk shkrihen, sepse në Shqipëri funksionon filozofia larg vetes time. Pra, nuk u shkri Bulqiza, nuk do dalin protestë. Nuk u shkri Roskoveci, nuk do dalin protestë. U shkri Divjaka, do dalin protestë. Unë mendoj që duhet ketë një lloj solidariteti, apo jo? Edhe në vitin 2015 po, gjithsesi shqiptarët së fundmi kanë vrarë frikën edhe e protestës, e të ngriturit të zërit dhe të kërkuarit të drejtave të tyre legjitime, kështu që nuk mund t'ja akuzojmë si dikur kur shpesherë edhe i kemi... Jo, nuk i akuzova ina. Shiko, unë jam shtetë si mi madhi protestës dhe ju e dini se më keni ftu në studio, kam dalë që ditë në parë, kam bas debate me leadership në opozitës, se mënyrën se si do trajtohet protesta, dhe mendoj që ne duhet jemi në protest, dhe jemi në protest, dhe kemi çu njerëz në protest, ajo që po ju thoja unë është kjo, që filozofia larg vetes time, për shembull në 2015 u godit Bashkia Fushkrujës, u shkri 45.000 banorë u shkri. Ne mblodhëm 5.200 firma në një peticion në atë kohë, ku më shumë firmosën socialistët. Nuk pashëm në solidaritet të qyteteve tjera që u shkri Bashkia Fushkrujës. Ashtu siç nuk shto tani një solidaritet qyteteve tjera që u fshi Bashkia e Cerrikut, e Belçit, e Poliçanit, e Klosit, e Prenjasit, apo bashki tjera që janë... Gjithsesi solidariteti mund të përkthehet pa dashur të mbrojë askënd edhe në protestën që mbahet çdo ditë në shesh, absolutisht po. Përpara kryeministrisë, kështu që edhe kjo protestë është një të themi element kyç i rëndësishëm që përqafon fort këtë kaos të rëndësishme. Madje ata mirëpresin në shesh të gjithë qytetarët të cilët po protestojnë. Edhe unë për këtë mendim do isha, se do më thëmë këto do thoja tani, pra qytetarët cilët janë paknaqur edhe me ndarjen e re territoriale, nga zemrimin e tyre duhet ta çojnë në sheshin ku po protestojnë qytetarët shqiptar, të cilët, për mendimin tim, e çojnë Shqipërinë në Europë. Vetëm ajo protestë çon Shqipërinë në Europë, jo politikanë. Ajo protestë është e jashtëzakonshme dhe unë mendoj edhe këta qytetarë që po humbin kullotat, pronat e tjerë, zjarret që janë të zemëruar nga zjarret, duhet vinë protestë atje për me shfry dufin e vet në raport me keqeverisjen. Dakor. Aulon, çfarë rrezikon zoti Rama pas këtyre reagimeve të këtyre qytetarëve në 15 bashki që rrezikojnë të shkrihen ose të paktën që është bërë faktike deri tani pas miratimit të reformës territoriale? Kemi zgjedhjet lokale shumë afër, mund të pasqyrohet një gjë e tillë edhe në zgjedhje në raport me këtë majorancë sot?
Unë mendoj që zoti Rama rrezikon më shumë nga protesta në bulevard se sa nga 15 protestat apo 10 nuk e protestat shqetëson që po kjo, bëhen. mendon ti, nuk do t'indikojë, absolutisht. Jo, ky është mendimi im. Po pse? Sepse ajo protestë në bulevard është 100.000 herë më e fuqishme se gjithë protestat e tjera që po Dakor, po bëhen. pse nuk do t'indikojnë protestat e qyteteve të tjera të 15 bashkive, se këtë e dim që indikon dhe i ka ndikuar deri tani, të paktën dhe në reagimet që ka bërë. Po sepse unë gjykoj që zoti Rama do t'i gjejë mekanizmat për shfryrjen e tensionit të këtyre kryetarëve të bashkive, të cilët ju kalon 2 muaj kohë tani që të negociojë fatin e tyre personal, dhe kur negociohet fati i tyre personal, sigurisht që shfryhen edhe protesta të tilla, të cilat janë legjitime për sa i përket qytetarëve, por në gjykimin tim nuk janë të moralshme për sa i përket atyre që punojnë në këto bashki, një pjesë e tyre që punojnë në këto bashki, të cilët nuk e kanë protestën e sinqertë sepse ju iku bashkia apo qyteti, por e kanë protestën në raport me vendin e tyre të punës. Pra këtu jemi te buka gojës akoma. Unë mendoj që a mund të reflektojnë këto në zgjedhjet lokale. Këto do ta shohim, po nuk është se jam ne optimist i madh. Unë gjykoj që duhet ketë një zgjidhje politike përpara zgjedhjeve lokale. Zgjidhja politike është ajo që kërkojnë qytetarët në shesh, që është një qeveri tranzitore, kujdestare, një qeveri teknike me një mandat caktuar që të krijoj kushtet për zgjedhje të lira dhe të barabarta, me një kod të ri zgjedhor dhe me një reformë të re territoriale, sepse në rast se ky bën kodin zgjedhor siç e ka tani, atëherë kushdo që të futet në garë, sigurisht që e ka të pamundur, sepse ky ka bllokuar mekanizmat e demokracisë që ti ta mundësh me zgjedhje me votë lirë, se nuk ka votë lirë, ky ka bërë atentat votës lirë. Prandaj gjykoj që duhet zgjidhje politike që vjen nga bulevardi, jo nga bulevardet e qyteteve. Pra ti mendon që ky takim i zotit Rama tani që flasim me kryetarët e bashkive të vendit është një formë negocimi me ta, se si do të vjohet më tutje? Ai është shqetësuar, i ka thritur, po negocion dhe po ju thotë që shiko se ju me vërtet do ja shkrin bashkit, po ju do quheni qytete. E keni parë këtë termin ju, ka hedhë ky Mazniku tani thotë, shiko se ne nuk i heqim qytete. Këto janë supozime, Aulon, domethënë për të shkuar. Po ti shikosh dhe te harta territoriale, ky ka shkruar qytete. Pra dhe ju thotë tani shiko, ti ke qenë kryetar bashkie, do jesh zëvendës ministër, ti do jesh drejtori i drejtorie të madhe, do bësh lek në një vend tjetër, ti do marrësh përsipër një gjë që të jesh kryetari i njësisë administrative në filan vend. Pra unë mendoj që këto janë trille që ky bën me kryetarët e bashkive që në thelb, në gjykimin tim, nuk do ndryshojnë asgjë. Pra, i gjithë shpresa për mendimin tim do mbetet pikërisht tek bulevardi Dëshmorët e Kombit. Tani më thuaj e fundit pyetje, çfarë ka ndryshuar në mënyrën edhe në qasjen e politikës protesta e cila sot është në ditën e 74 të saj. Protesta kombëtare, kam fjalën. Dhe çfarë realisht ti pret që të ndodhë në protestat e ditëve që vinë? 14, 15, 16 ka protestë mbar kombëtare, vjen diaspora, në shtator, po ashtu. Për 74 ditë, pikë së parë është diskredituar imazhi publik i Edi Ramës ndërkombëtarisht. Nuk është më ai piktori, gastori o borreve që bën shaka, duart roket, vesh atlete, fut lapsat të xhepi, mbledh takrerët e komuniteteve fetare, prodhon një lloj spektakli, domethënë të dalë goje, sepse ti jemi realist, është luks për një vend si Shqipëria që ta ketë kryeministrin piktor. Përgjithsisht kryeministrat vijnë nga jurisprudenca, nga ekonomia etj, se vetë shteti është ligje dhe ekonomi. Por e parë këtë këndvështrim unë mendoj që shërbimi më i madh që i ka bërë protesta Shqipërisë është diskreditimi i kryeministrit, i cili është një autokrat, është njëri që shtyp qytetarët e vet, është njëri që nuk ka asnjë lloj lidhje me të vërtetën, nuk ka asnjë lloj raporti me qytetarët tani, sepse nuk ka reflektuar edhe për shkak se janë bërë 74 protesta në bulevard. Së dyti, mendoj që mbështetja ndërkombëtare që ka pasur kjo protestë, edhe mediat e huaja, edhe eurodeputet të cilët kanë ardhur në protestë si asnjëherë më parë dhe kanë mbajtur fjalinë kundër kryeministrit Rama, unë mendoj që edhe kjo është një dëshmi e madhe që nuk ka arritur dot ta bëjë opozita këtë gjë, por ka arritur ta bëjë protesta. Mendoj që arsyeja më e madhe dhe fitoria që kanë bërë qytetarët është zgjimi i këtyre qytetarëve që mund dalin proteste edhe pa partitë politike, ashtu siç ndodh në Europën perëndimore. Pra, dikush mund të ta japë votën, po të nesërmen të del në opozitë. Unë mendoj që kemi krijuar një qytetar të ri tani në Republikën e Shqipërisë, i cili
të shyen për të drejtat e veta. Pra del në protest dhe organizohet në raport me atë Jo, kemi zgjuar këtë qytetarë, kemi krijuar qytetarë të ri, po kemi zgjuar këtë qytetarë që deri dje kanë neglizhuar në një farë forme atë se çfarë realisht ndodhte në vend. Aulon, faleminderit shumë për komunikimin, për analizën, punë të mbarë në vijim, besoj do të qëndrosh në Krujë. Patjetër, tani do zbres në lagjen në baze për me filmu nga afër, do ja çoj dhe pamjet e redaksisë këtu. Faleminderit shumë. Ishim me kolegun Aulon Kalaja drejt për së drejti nga Kruja, atje ku përris vërtetë situata paraqitet ende problematike si pasojë vatrave të zjarrit të cilët vijojnë të jenë aktive, përpos faktit që ka një angazhim maksimal të qytetarëve atje për të ndihmuar në shuarjen e flakëve dhe po ashtu edhe të autoriteteve përkatëse. Mirë, shkëputemi bashkë tani, do të shihemi në edicionin e lajmeve.